Ashtu si dhe kromani Piramida Ismail Kaderes, udhëheqësit tanë ndërtojnë pafund ndërtesën e tyre të pushtetit të përjetshëm. Nuk u dhimbsen në shtetësi që vuajnë nga regjimi, por gërmojnë monumentet e tyre. Puna e fundit është një tender i zhvilluar nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan Agolli, me vlerë 712 milion lek për rikonstruksionin e botrumit të Këshillit të Ministrave. Qysh në shtator 2013, kur hyri në selinë e kryeministrisë, Edi Rama vazhdon rekonstruksionin e syrave. Në një set fotografik të ekspozuar nga kryetari i qeverisë në 2013, tregohej amortizimi dhe lënia pasdore ambienteve të ndryshme, si zyra, sallat pritjes, salla konferencash e të tjerë. Ndërkaq fotot flisnin edhe për një ndërhyrje tashmë konkrete për rikonstruksion të këtyre hapësirave. E para që i është nështruar është salla e mbledhjeve të qeverisë, e cila siç e tregojnë edhe pamjet, ka psuar thuajse një tjetërsim. Këto punime inspektonte edhe vetë kryeministri. Në krah të Ramës, në atë kohë u vënë re arkitekt të njohur dhe bashkëpunëtor të ngushtë të tij. Nuk u bë fare tender, por u aktivizuan biznesmen, vullnetar dhe donator që ishin klient të Ramës qysh nga koha kur mbante postin e kryetarit të bashkisë. Në fakt, Edi Rama e ka trashëgimi familjare të lërë gjurmë në këtë godinë. Në krahun e djathtë të fasadës është një basorelief që u vendos aty në kohën e Enver Hoxhës. Autori ishte babai i Edi Ramës, skulptor dhe sekretar i presidiumit Kuvendit Kristaq Rama. Tashmë i erdhi radha Ramës sëri të bënte ndryshime. E vetmja punë me vlerë në atë kohë ishte shembja e murit rrethues. Pa u mbyllur mirë këto rregullime, në 1 qershor 2015 nisi një projekt i madh. Gati i parë i kryeministrisë u përfshi nga një rikonstruksion total, siç thuaj, qëllimi ishte të bëjë i aksesueshëm për publikun. E gjitha hapësira dritare të së cilës shohin nga bulevardi kryesor u ndan në 3 pjesë. Një aspekt i punimeve është kthimi në identitet, që do të thotë se projekti ruan gjurmën historike, nga mermeri origjinal tek format e përdorura nga arkitektët italian. Paralelisht me këtë, Galeria Kombëtare e Arteve u mbyll për rikonstruksion, e cili nuk ka mbaruar akoma deri më sot. Qëllimi i Ramës ishte të shpallte veten kryeartist dhe të seleksiononte ata që donte për të ekspozuar veprat. Falma Fshazi, drejtori e njësisë së hulumtimit dhe komunikimit, shpjegonte detajet e projektit të sallës Skot. Vihet në funksion të artistëve shqiptar nga Ballkani dhe të huajve, për të dhënë publikut një hapësirë më tepër për të gjetur me artin, por veçanërisht me artin dhe mendimin kritik, tha në atë kohë Falma Fshazi. Kur u mori rrethues dhe u rikonstruktua kati i parë, kjo u quajt qendra për hapje dhe dialog. Ndërsa një tjetër hapësirë është kushtuar arkivi digital të kryeministrisë, po ashtu u shtua edhe një bibliotek. Dhe më e rëndësishmja, Rama thoshte se këto transformime bëheshin pas një kosto për buxhetin e shtetit. Ato financoheshin totalisht nga sponsor, që përfshin institucione ndërkombëtare dhe kompani private. Kryeministri nuk e bëri kurrë publike listën e tyre, por këta njihen. Një pjesë janë bërë publike nga opozita, më vonë u shpërblyen me resorte, koncensione dhe leje kullash. Nga ana tjetër, buxheti i shtetit nisi të rëndohej çdo vit me zërin e rikonstruksionit në kryeministri. Vetëm në vitin 2017, buxheti i Këshillit të Ministrave shpenzonte 224 milion lek të reja. Selia e qeverisë do të mbetej vazhdimisht në rikonstruksion. Tërmeti i nëntorit 2019 nxori në pa cilësinë e dobët të punimeve që kryeshin aty. Në sallën dopjo volum të hartave, strukturat mbajtëse posuan mjaft plasëritje. Për ironi të fatit, nuk kishin kaluar as 2 vjet nga ndërhyrja në dykatet e poshtme përfshirë bazamentin. Ato u përforcuan në pikpamje konstruktive dhe duhet të ishin sjellë në normë sismike. Tani kjo sallë e bukur po i nënshtroi sërish rehabilitimit dhe përforcimit me fibra karboni. Ndërkaq, një projekt faraonik do të shpallet në vitin 2022. Përsëri ishte Fondi Shqiptar i Zhvillimit që firmoste letrat. Institucioni i drejtuar nga Dritan Agolli merret vazhdimisht me zbërthimin dhe projektimin e ëndrave të Ramës. Vepra ishte një kopsht i varur si një Babiloni që vendosi në oborrin e brendshëm të kryeministrisë. Megjithatë, u pagzua me emrin Eden, si kopshti i përmendur tek Zanafilla në Pipël. Kjo strukturë apo instalacion kushtoi plot 4.3 milion euro. Ndërsa këto ditë në vijim të transformimit të kryeministrisë, Dritan Agolli ka ndarë një shumë mbi 712 milion lek për të rehabilituar sërish bodrumin e Këshillit të Ministrave. Tenderi klasifikohet në kuadër të investimeve për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë. Nuk është ndonjë projekt turistik apo park fotovoltaik, që janë në mod, por është bodrumi në godinën e Këshillit të Ministrave. A mund të jetë ky tender një përgatitje për luftën e tretë botërore?
Kryeministri mund të ketë informacione dhe po i del të keqes përpara. Objekti i tenderit është rekonstruksioni i hapësirës teknike në bodrumin e kryeministrisë. Sipas preventivit të punimeve, bodrumi do të përforcohet me hekur dhe beton përpara se të kryen instalime për gjithçka. Sistemi elektrik do të jetë i pajisur me gjenerator, panele komandimi për fikjen e zjarreve, sensor për temperaturën dhe lagështirën. Do të ketë sistem aksesi kontrolli për dyert e blinduara, sisteme ventilimi, kamera speciale, njësi e trajtimit të ajrit dhe deri tek mobilimi i zyrave. Madje është menduar edhe për ujë. Brenda bodrumit do të vendoset një depozit e madhe ujë. Shpërdorimi i çmendur i parave të taksapaguesve tashmë nuk është gjë e re, por e veçantë është zgjedhja e personit që do të merret me bodrumin. Tenderi është me risk korrupsioni dhe për këtë është shënuar me flamur të kuq nga Open Data Albania. Pasi janë skualifikuar të gjitha ofertat më të ulta, më datë 13 maj 2026, kompania Senka SHPK është shpallur fituese. Kjo është kompania e biznesmenit nga Fjeri, Ylli Senka. Në listën e kompanive pjesëmarrëse ka shumë emra të fuqishëm dhe oligark pranë qeverisë, por është zgjedhur Senka. Ndërkohë Senka përfshihet në hetimet që SPAK ka iniciuar ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Prokurorët kanë përparuar në marrjen në pyetje të disa biznesmenve që kanë përfituar në disa nga lotet e ndërtimit të unazës së madhe. Nisja e fazës së pyetjes së biznesmenve është kryer menjëherë pas zhvillimit të kontrolleve në bizneset të tyre dhe sekuestrimin e aparateve telefonike dhe pajisjeve të tjera kompjuterike. Shumë nga këto pajisje tashmë janë këshyrur dhe njëherësh janë quar për ekspertim kompjuterik në laboratorin e ekspertizës kibernetike në SPAK. I pari që është thirrur për të dëshmuar është biznesmeni Ramgeci, i cili u paraqit në SPAK dhe u mor në pyetje nga një oficer i byros kombëtar të hetimit. Ndërkohë, rrada për të marrë fletëthirrje nga SPAK është tek biznesmenët e tjerë, të cilët kanë zhvilluar bisedime apo takime me ministren e transportit dhe energjetikës. Lista e biznesmenëve dhe zyrtarëve të ministrisë që do të pyeten në SPAK është e gjatë. Mes tyre renditet edhe Ylli Senka. Sipas hetimeve të kryera nga prokuroria e posaçme, disa nga biznesmenët e mosipërm kanë marrë takim me ministren Balluku, me qëllim ndarjen e loteve që do të fitonin për kryerjen e punimeve në ndërtimin e unazës së madhe. Tender për ndërtimin e unazës së jashtme Tiranë, loti i 5 sipas dosjes së SPAK, është paracaktuar tek Bashkimi i Operatorëve Ekonomik, GBG Company, në pronësi të Gëzimdanit dhe Paqësor Buzit nga Fjeri, e Ylli Senka nga Fjeri me vlerë 1 miliard e 802 milion lekë. Dyshimet janë se bodrumi i qeverisë po jepet Ylli Senkës si mjet shqetësues, ndërkohë që duhet të flasë në SPAK për aferat me Ballukun.